tek ne do të kushtoj nafta mbi 2 euro për litër. Ne jemi komplet të varur nga nafta që vjen prej shtushit. Ne, Kosovës sonë të vogël, e të varfën që i thojnë disa që nuk kena bash të varfën, ka na kushtu një 800 milion euro. Përshëndetje. Kjo këtu është ngushtica e Hormuzit. Do thotë ku është në rrugët më të rëndësishme tregtare të botës, pasi që kalon mbi 20% e naftës botënore ne. Çka është e rëndësishme? Do të thonë parlamenti i Iranit dje ka vendosur mu mshel kjo ngushticë. Mirë po, nuk hyn në fuqi përderisa nuk vendos edhe Këshilli Kombëtar Iranian. Reperkusionet janë jashtëzakonisht të mëdha edhe për Kosovën. Prandaj po merrem me këtë punë. Pse? Se ne jemi komplet të varur nga nafta që vjen prej shtushit. Që sajde, çto janë Emiratet e Bashkuara Arabe, kjo është Irani që është në sanksione mati, edhe kënej është Omani, pastaj kënema vjen Arabia Saudite, Kuwaiti, Iraku, nalt e kështu me radhë. Pra, prej këtu vjen nafta, 100% e naftës që ne e përdorim. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme për ne. Me bazë të vetëm kur fillun këto tensionet, këto shkëmbimet në linjët e mesme, nafta ka lënë nga 69 në 75 dollar për barel. Ndërsa nëse Këshilli Kombëtar Iranian vendos mu mshel kjo rrugë tregtare vetëm një javë, ne komë na urrit me 30 cent sipas analistëve, pra në Evropë komë urrit dikun me 30 cent 1 litër naftë. Ndërsa nëse mbyllet për 2 deri në 3 muaj, atëherë nafta parashihet të shkojë dikun 130 dollar për barel, ndërsa reperkusioni të jetë deri në 1 dollar për litër, që i bie tek ne do të kushtoj nafta mbi 2 euro për litër. Na aktualisht konsumojmë dikun 800 milion litra, jo 800 milion litra naftë në vit, që na kushtojnë dikun 1.2 miliard euro me pakicë është fjallë. Ndërsa, nëse mbyllet kjo, ka më shku koston dikun në 2 miliard. Pra, vetëm ne, Kosovës sonë të vogël, e të varfën që i thojnë disa që nuk kena bash të varfën, ka më na kushtu një 800 milion euro. Edhe kjo po flasim për pasoja afatgjata. Imagjino çfarë kosto ka për krejt botën, por vetëm ne ka më na kushtu 800 milion, rreth 800 milion euro, po flas domethënë sipas analistëve të njohur botënor, që kanë bërë këto kalkulime, cilat janë reperkusionet për Evropën, pasojat për Evropën. Dhe janë këto, unë i përktheva për Kosovë sa janë, duke i ditë shifrat e naftës. Shpresojmë që kjo të mos ndodhë.